dy masa. Masa e tretë është heqja e drejtës fjalës dhe pastaj mos thoni nuk ka hapësirë për të folur. Se nëse ju thyeni rregulloren, unë jam i detyruar ta zbatoj rregulloren. S'mund të përdorim një standard të posaçëm për ju dhe një standard për të tjerët. Kështu që ju lutem, nëse vazhdoni, ky është paralajmërimi i fundit, do të merret masa, do hiqet fjala për ditën e sotme. Dhe nëse vazhdoni më tej, atëre zoti Sheaj në bazë të nenit 64, neni 2, ju hiqet e drejta e fjalës për ditën e sotme. Ju lutem uluni për të mos kaluar te masa e katërt. Ndjezoj e Palluku. Unë me shumë prej jush jam përballur politikisht dhe jam përballur në fushë betejë, aty kur duhet të dalin dhe të përballen burrat. Dhe shumë prej jush i kam ulur në gjunjë si ai që uluret. Vazhdojmë shumë. Zoti Sheaj, keni përsëritur disa herë shkeljen në bazë të nenit 64. O Agron, fraksion 3. Nuk bëhet politika me selfie, Agron. Nuk e bëhet me selfie. Largoni dhe lini sallën. Të duhet të dalësh të shef të burrave e të fitosh, nuk bëhet me selfie. Zoti Sheaj, ju lutem lini sallën. Nuk do bëhesh pronar i call centerave. Kaq do ngelesh. Nuk do bëhesh dot politikan. Do jesh një pronar i vogël i call centerave që nuk paguan sigurimet shoqërore dhe i mban ata dje me vajza me rrogë më pak se minimalja. Nuk bëhesh dot politikan, Agron, po nuk dolet në fushë betejë. Nuk bëhesh politikan me Facebook, Agron. Duhet të dalësh të takosh njerëz, Agron. Nuk jemi në call center këtu. Zoti Sheaj, ju lutem lini sallën, keni marrë masën disiplinore të largimit nga seanca. Flito si burr. Ju lutem dilni. Ngele si soprano, flit si burr.